cilat janë problemet që ka ekonomia shqiptare dhe pse kemi arritur sot në faktin që 95% e qytetarëve paguajnë taksa, marrin më pak shërbime dhe mbajnë mbi shpinën e tyre, mbi shpatullat e tyre të gjithë ngarkesën e taksave që shkon në buxhetin e shtetit. Sot Shqipëria ka një sistem fiskal të padrejtë, një sistem fiskal i cili është më i lartë se gjithë vendet e rajonit. Taksohet puna 23%, taksohet fitimi 15%, taksohet kapitali 8%, TVSH-ja 20%, bujqësia e ka TVSH-n po 20%, ndërkohë që është norma më e lartë në të gjithë vendet e rajonit. Serbia, Malizi, Maqedonia e Veriut, Kosova e kanë në mënyrë absolute të gjitha këto taksa që unë përmenda më t'ulta. Në disa raste kanë dhe 2 nivele. Dhe niveli i dytë për TVSH-n ose për jashtimet për taksat e tjera nuk janë për pakicën, siç ka Shqipëria, po janë për shumicën. Produktet e shportës, energjia elektrike, ushqimet, këto janë produkte të cilat duhet kishin një normë më të ulët TVSH-je në mënyrë që ne të kishim edhe stimulim dhe nxitje të konsumit, por edhe mbështetje për sektor si bujqësia, i cili sot është në rënje totale. Të gjithë këto element, duke nisur nga sistemi i taksimeve, mënyra se si shpenzohen parat e buxhetit të shtetit, duke vazhduar me shpërndarjen e të ardhurave, janë probleme të cilat kanë rezultuar në një ekonomi që nuk prodhon më.